A do të kenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës sërish ambasador në Ballkan pas më shumë se një viti boshllëku diplomatik? Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ka nominuar ambasador të rinj për Shqipërinë, Serbinë, Bosnjë-Hercegovinën dhe Malinezi, me çka mund të përfundoj boshllëku diplomatik që zgjat që nga fillimi i vitit 2025. Kush është i nominuari SBA-s për ambasador në Shqipëri? Ambasadori Eric Gwent është konfirmuar nga Senati i SBA-s me 51 vota pro dhe 47 kundër, duke marrë miratimin përfundimtar për detyrën e tij diplomatike. Gwent është oficeri pensionuar i ushtrisë së Shteteve të Bashkuara me mbi 34 vjet shërbim. Ai ka shërbyer si komandant i komandës së operacioneve speciale të NATO, si dhe ka mbajtur poste kyç në lindjen e mesme dhe rajonin e Paqësorit. Gjatë karrierës së tij, Gwent ka qenë koordinatori i sigurisë i SBA-s për autoritetin izraelito-palestinez në periudhën 2017-2019, si dhe shefi i shtabit në komandën e Paqësorit të SBA-s. Si qëndron situata në vendet e rajonit? Për ambasador në Serbi është propozuar Michelle Young, jurist diplomat dhe profesor universiteti nga Utah. Gjatë karrierës së tij, ai ka marrë pjesë në disa nga negociatat më të rëndësishme të diplomacisë amerikane, përfshirë procesin e bashkimit të Gjermanisë dhe negociatat që quhen në krijimin e marrëveshjes NAFTA. Young është gjithashtu antar i komunitetit mormon, i cili ka një bazë të fortë në shtetin e tij të lindjes. Interesant është edhe fakti se ai ka financuar shkollimin e tij duke punuar si instruktor skijimi, ndërsa si heroin më të madhe në jetën e tij e konsideron nënën e tij, pilote bombarduese gjatë luftës së dytë botërore. Kjo nuk është përpjekja e parë e administratës amerikane për të emëruar ambasador në Beograd. Para Youngut për këtë funksion ishte nominuar Mark Brnovich, kandidatura e të cilit u tërhoq, ndërsa ai ndëroi jetë në fillim të këtij viti. Ambasadori i fundit amerikan në Serbi ishte Christopher Hill, i cili e la detyrën në janar të vitit 2025. Nominimet e reja kanë ardhur edhe për Malin e Zi dhe Bosnjë e Hercegovinën. Për ambasador në Malë të Zi është propozuar Peter McCoy, ish kongresmen republikan dhe ish prokuror federal i Karolinës së Jugut. Në Bosnjë e Hercegovinë, Washingtoni planifikon të dërgojë Ronald Johnson, ish general brigade me përvojë të gjerë ushtarake. Gjatë karrierës së tij, ai ka shërbyer në Liban, Egjipt dhe në xhirin e Guantanamos, si dhe ka komanduar evakuimin e shtetasve amerikan nga Beiruti në vitin 2006. Megjithatë, edhe pse kandidatët janë të njohur, emërimi i tyre ende nuk është i përfunduar. Në sistemin politik amerikan, ambasadorët propozohen nga presidenti, por vendimin përfundimtar e merr Senati. Pas shqyrtimit në Komitetin për Marrëdhënie me Jashtë, kandidatët duhet të marrin mbështetjen e senatorëve dhe vetëm më pas mund të marrin zyrtarisht detyrën dhe të dorëzojnë kredencialet në vendin pritës. Ndërkaq Kosova dhe Maqedonia e Veriut vazhdojnë të kenë vetëm ushtrues detyre. Aktualisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë ambasador të emëruar në Kosovë dhe Maqedoni të Veriut. Pas përfundimit të mandatit të Jeff Hovenier në dhjetor 2024 në Kosovë, detyrën në ambasadë po e ushtron Anup Pratipati. E njëjtë është situata edhe në Maqedoni të Veriut, ku pas ambasadores Angela Ageler, e cila qëndroi 4 vite, tani si ushtruese e detyrës është Nicole Warnes. Nëse këto nominime do të bëhen edhe emërime zyrtare, vendos Senati Amerikan. Mirëpo një gjë është e qartë, se SBA-ja ka rikthyer vëmendjen e tij drejt rajonit.